Namazi i xumas. Namazi i xumas falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës. Ky namaz falet me xhamat dhe është i obligueshëm vetëm për meshkuj. Për femra nuk është obligativ, por edhe femrat mund të marrin pjesë në vendin e tyre të caktuar. Namazi i xumas bashkë me drekën e mbram i ka 16 recate, 4 sunet, 2 farz, 4 sunet fundit xumas, 4 namaz të drekës së fundit dhe 2 sunet të vaktit. Njëti për sunet bëhet kështu: vendosa me fal sunetin e xumas për Zotin e Madhreshëm, u ktheva ka kibla, Allahu Ekber. Në recatin e parë këndojmë pra Audhu billahin, pra bismillahin, elhamdulillahin dhe një sure. Në dytin bismillahin, elhamdulillahin dhe një surën. Në të ndejturit e parë ulur i këndojmë tehiyatin dhe shahadetin, dhe sa në 2 recatet e fundit i këndojmë bismillah, elhamdulillahin dhe nga një sure. Në të ndejturit e fundit i këndojmë tehiyat, shahadet, salavat dhe japim selam. Pas faljes së sunetit, muezini e këndon ezanin në xhami, ndërsa kur mbaron ezani, imami e këndon hutben, ligjëratën në cilën duhet të dëgju me vëmendje. Dersi i tij pra. Ai që arrin me vonesë në xhumë përkatësisht pasi që imami ka filluar këndimin e hutbes, leximin e hutbes, ligjëratën, ai duhet të dëgjojë hutben, ndërsa sunetin që i ka mbetur mund ta plotësoj pas faljes së farzit të xhumas. Kur përfundon hutbja, muezini e bën ikametin, me çrast ngritemi në këmbë dhe e bëjmë jetën e farzit si vjen. Vendosa me fal farzin e xumas për Zotin e Madhreshëm, u ktheva ka kibla dhe u drejtova pra ju i disa këtij imami. Dhe kur thot imami Allahu Ekber, themi edhe ne pas tij. Pasi që këto recate falen me imam, atëherë në fillim të recatës pare këndojmë vetëm subhaneken, tekbirt e lutjeve, e rukuve dhe sejdave, dhe me rastin e të ndenjturit ulur tehiyatin, shahadetin, salavatet dhe në fund japim selam pas imamit. Mbas farzi falen prap 4 rekate sunet xumas duke bërë niyet si vjen. Vendosa me fal sunetin e fundit xumas për Zotin e Madhreshëm, u ktheva ka kibla, Allahu Ekber. Këto 4 recate falen njësoj si ato të sunetit të parë. Mandej vazhdoj me faljen e namazit të drekës së fundit duke bërë niyet si vjen. Vendosa me fal namazin e drekës së fundit për Zotin e Madhreshëm, u ktheva ka kibla, Allahu Ekber. Këto 4 recate falen sikur 4 recatet e farzit të drekës, përkatësisht në recatin e parë këndohet subhaneki, audhu billahi, bismillah, elhamdulillah dhe një sure e shkurtër. Ndërsa në të dytën këndohet bismillah, elhamdulillah dhe një sure. Në ndenjën ulur në krye të 2 recateve këndohet tehiyati dhe shahadeti, ndërsa në 2 recatet e fundit pra këndohet vetëm bismillah me elhamdulillahin. Në ndenjën e fundit si zakonisht këndohet tehiyati, salavatet, duat dhe japim selam. Mbas këtyre 4 recateve falen 2 recat sunet duke bërë niyetin kështu: vendosa me fal sunetin e kësaj kohe për Zotin e Madhreshëm, u ktheva ka kibla, Allahu Ekber. Këto 2 recate falen njësoj si 2 recatet e fundit të drekës. Në fund veprohet si në namazet tjera, përkatësisht këndohet subhanallahu, tesbidova nga 33 herë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, mandej la ilaha illallah dhe bëhet duaja me imam. Dua nuk e kanë në obligim gratë, udhëtarët, smurit, burgosurit dhe të punësuarit në punë shtetërore, për shkak se rrezikohet pra gjithçka tek njerëzit pra që mbajnë fëmijë të vegjël. Mos falja xumas pa ndonjë arsye të madhe numërohet ndër mëkatet mëdha. Përkitasi me këtë, postierash Muhamedi alayhis salam ka thënë: ai që le 3 xumë rresht, pa i fal, ai e ka hedhur pas shpinën besimin e vet. Xumaja ka dhe rregullat e veta, duhet jeni të pastër, me rroba të pastërta, të bini salavat sa më shumë, të bëni sadaka bamirësia të ditë, është mirë edhe të lahet komplet trupi pra gusuli, dëgjohet hutbja e imami dhe dita e xumas është një ndër ditët e bekuara, është festë për çdo besimtar.